Isaia 768. Dhe kapitulli 60. Ço shkëlqe sepse drita jote ka ardhur dhe lavdia e Zotit u ngrit mbi ty. Sepse ja terri mbulon tokën dhe një errësire dendur mbulon popujt. Por mbi ty ngrihet Zoti dhe lavdia e tij duket mbi ty. Kombet do të ecin në dritën tënde dhe mbretërit në shkëlqimin e daljes sate. Ngrej sytë e tu rreth e qark dhe shiko, blidhen të gjithë dhe vijnë tek ti. Bijtë e tu do të vijnë nga larg dhe bijat e tua do t'i sjellin në krah. Atëre do të shikosh dhe do të jesh i kënaqur, zemra jote do të rahë fort dhe do të apet, sepse bollaku i detit do të vijë tek ti, pasuria e kombeve do të vijë tek ti, një mori dhe vesh do të të mbulojë, dromedar të Medianit dhe të Efahut, ato të Shebas, do të vinë të gjithë duke sjellë ardhë dhe temjan, dhe do të shpallin lëvdimet e Zotit. Të tëra kopete Kedarit do të mblidhen pranë teje, deshte Nebojathit do të jenë në shërbimin tënd. Do të ngjiten mbi altarin tim si një ofertë e pëlqyer dhe unë do të bëj të lavdishëm tempullin e lavdisë sime. Kush janë këta që fluturojnë si një re dhe si pëllumba në drejtim të foleve të tyre? Po, ishujt do të kenë shpresa tek unë, dhe anijet e Tarshishit në radhë të parë për të sjellë nga larg bijtë e tu me argjendin e tyre, me arin e tyre, për emrin e Zotit Perëndis tënd dhe të shenjtit të Izraelit që do të ketë bërë të bukur. Bijtë e tuaj do të rindërtojnë muret e tua dhe mbretërit e tyre do të vijen në shërbimin tënd, sepse në zemrimin tim të godita, por në dashamirësin time kisha dëmshuri për ty. Portat e tua do të jenë gjithnjë të hapura, nuk do të mbyllen as ditën as natën, që të mund të futin tek ti pasurinë e kombeve me mbretërit e tyre në krye, sepse kombi dhe mbretëria që nuk do të shërbejnë do të zhduken, dhe ato kombe do të shkatërrohen plotësisht. Lavdia e Libanit do të vijë tek ti, bashkë me Selbin, Larshin dhe Bredhin, për të zbukuruar vendin e shenjtores sime, dhe unë do të bëj të lavdishëm vendin ku shkelin këmbët e mia. Dhe bijtë e shtypësve do të vinë duke u përkullur para teje, dhe të gjithë ata që kanë përçmuar do të bien përmbys në këmbët e tua, dhe do të thrasin qyteti i Zotit, Sioni i të shenjtit të Izraelit. Në vend që ty të braktisin dhe të urejnë, ajsa askush nuk kalonte më nga ti, unë do të bëj një shkëlqim të përjetshëm, gëzimin e shumë brezave. Ti do të thithësh qumshtin e kombeve, do të thithësh gjijtë e mbretërve dhe do të pranosh që unë, Zoti, jam shpëtimtari yt dhe çliruesi yt i fuqishëm i Jakobit. Në vend të bronzit do të sjell arr, në vend të ekurit do të sjell argjend, në vend të drurit bronz, në vend të gurve ekur, do të vendos si gjykatësin tënd paqe dhe si kujdestarin tënd drejtësi. Nuk do të dëgjohet të flitet më për dhunën në vendin tënd, as për shkatërime dhe rënoja brenda kufive të tu, por do t'i quash muret e tua shpëtim dhe portat e tua lavdërim. Dielli nuk do t'i jetë më drita jote gjatë ditës, as hëna nuk do të ndriçoj më në vezullimin e saj. Por Zoti do t'i jetë drita jote e përjetshme dhe Perëndia yt lavdia jote.
Dielli yt nuk do të perëndoj më dhe ana jote nuk do të tërhiqet më, sepse Zoti do të jetë drita jote e përjetshme dhe ditët e tua të zisë do të marrin fund. Tërë ata të popullit tënd do të jenë të drejtë. Ata do të zotërojnë vendin për jetë, farën që unë mbolla, veprën e duarve të mia për të shfaqur lavdin time. Me i vogli do të bëhet një mishe, minimumi një kombi fuqishëm. Unë Zoti do t'i shpejtoj gjërat në kohën e tyre. Amin. E falenderojmë Zotin vëllezër, aleluja, për fjalën, për premtimet, motra dhe vëllezër, aleluja. Zoti është vëllezër, aleluja, i madh në dashuri, i madh në mëshirë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe gjithmonë na pret, vëllezër, aleluja, dhe do të na presë deri në ditën, motra dhe vëllezër, aleluja, që do vijë të na marrë. Sepse vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, largohemi shpeshherë, bijem, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk qëndrojmë ashtu siç i pëlqen Perëndisë, por dashuria dhe dëmshuria e Perëndisë nuk ndryshojnë asnjëherë. E falenderojmë Perëndin. Ai gjithmonë lejon diçka në jetën tona që të na fitojë. Sepse ky është vullneti i Perëndisë, që njeriu të shpëtohet, motra dhe vëllezër, aleluja. Jo të dënohet. Unë erdha, tha Zoti Jezus, motra dhe vëllezër, aleluja, jo ta gjykoj popullin, por ta shpëtoj atë. Dhe ai erdhi, vëllezër, e falenderojmë Perëndinën, në një kohë kur ne ishim në mëkat. Dhe dashuria e tij ishte kaq e madhe, motra dhe vëllezër, aleluja, për ne mëkatarët. Sepse deshi të na shpëtojë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe për të na shpëtuar erdhi të flijohet vetë. Erdhi, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe ne e pamë në jetën tonë. Erdhi me fuqi, e falenderojmë Perëndin. Erdhi me fuqi të madhe dhe tha, të dua bia ime, të dua biri, dëshiron të më ndjekësh. Nuk na imponoi, vëllezër, e falenderojmë Zotin, por tha, dëshiron të më ndjekësh. Erdha u flijova për ty, dhe erdha gjakun tim për ty, që ti, e falenderojmë Perëndin, ti jetosh aty ku banoj unë, aty ku jetoj unë. Zura vendin tënd. Vëllezër, mos harroni, në momentin kur Jezus Krishti u kryqëzua në kryq, ishin dy keqbërës. Njëri nga ata tha, po ti ishte ky Zoti, ne ta shpëtoj vete, të na shpëtoj dhe ne. Dhe Jezus Krishti, vëllezër, nuk u përgjigj. Kurse një tjetër i foli atij dhe i tha, pusho, tha. Sepse tha, ky njeri, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk ka bërë asnjë gjë nga ato që kemi bërë ne. Dhe ne me të drejtë jemi këtu, në kryq, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe aty në kryq do të ishim që të gjithë. E imagjinoni, motra dhe vëllezër, dënimin e mëkatarit, se cili do të ishte. Ne po e vuajmë dënimin, motra dhe vëllezër, sepse e meritojmë të jemi në kryq. Por ky nuk ka bërë asnjë gjë nga ato që kemi bërë ne. Dhe ai, motra dhe vëllezër, erdhi zuri vendin tim në kryq. Dhe tha, jo ti, unë
do kryqëzohen për ty. Që ti të jetosh. Bërë një shkëmbim të madh, motra dhe vëllezër, aleluja. O që i dënimin nga ne e mori për vete dhe na dha jetën e përjetshme. Nëse çdo njeri nga ne, vëllezër, do ta shohë kush do ishte fundi, cili ishte dhe kush më zvendësoi, motra dhe vëllezër, aleluja, këtë dënimin tim, atëre, motra dhe vëllezër, çdo njeri do të thotë falenderit Zot për këtë vepër të madhe që ti bëre në kryq, që unë të kem jetë përjetshme. Kur të arrijmë që të gjithë, motra dhe vëllezër, të kuptojmë që jam biri Perëndisë, që Zoti më ka pastruar nga mëkati me gjakun e tij në kryq, atëherë njeriu ka gëzim në zemrën e vet dhe do adhuroje Perëndinë me gjithë zemrën e tij, me gjithë forcën e tij, motra dhe vëllezër. E falenderoj Perëndinë. Kaq e madhe është dashuria e Perëndisë për çdo njeri që beson në të, që sheh në kryq, motra dhe vëllezër, aleluja. Ati në kryq duket gjithçka. Në kryq duket, motra dhe vëllezër, aleluja, jeta. Në kryq duket vdekja. Falenderojmë Perëndinë. Ku duhet të isha dhe ku jam? Çfarë ka bërë Zoti në mua, motra dhe vëllezër, aleluja. Aty do të kuptojmë qëllimin, motra dhe vëllezër, të Perëndisë. Pse unë jam dhe adhuroj Perëndinë në një bashkësi të zgjedhur nga Perëndia. Lavdi Zoti. Dhe Zoti vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, ka një plan shumë të madh për çdo njeri. Cili është, motra dhe vëllezër, aleluja, plani i Perëndisë në këtë thirrje personale të çdo njeri? Të bëj një vepër, të jemi vërtet, motra dhe vëllezër, vepra e Zotit në duart e Zotit, të gatshëm për t'i shërbyer Zotit, motra dhe vëllezër, t'i shërbejmë Zotit në këtë vepër. Dhe ai thotë, nuk do t'i jemi ju, por fryma e Perëndisë që unë do t'ju jap, do t'a bëj këtë vepër. Çdo njeri, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndinë, që Zoti i ka dhënë frymën e shenjtë, i dorëzohet Zotit dhe fryma e Perëndisë vepron në të dhe bën veprën që Zoti do të bëjë. Lavdia e shenjtë. Nuk është sipas gjykimit tim, sipas asaj që unë mendoj, motra dhe vëllezër, asnjëherë vepra e Perëndisë. Vepra e Perëndisë është sipas fjalës të Perëndisë, në udhëheqjen e frymës të Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja, Zoti do ta bëjë këtë vepër të madhe, shpëtimin në çdo njeri. Kjo është thirrja e Perëndisë. Dhe të gjithë ata që e pranuan këtë flijim të madh të Perëndisë, ata, motra dhe vëllezër, aleluja, udhëhiqeshin nga fryma e Perëndisë. Dhe fryma e Perëndisë, në fjalën, motra dhe vëllezër, që na shkruan, thotë ishin gjithmonë bashkë. Gjithmonë bashkë, motra dhe vëllezër, aleluja, e falenderojmë Perëndinë. Le të shohim ku jemi ne, motra dhe vëllezër, aleluja. Jemi gjithmonë bashkë. Një popull i zgjedhur nga Perëndia, ku fryma e Perëndisë vepron. Ata ishin këmbëngulës në zbatimin e mësimit të apostujve. Jemi këmbëngulës në zbatimin e mësimit të apostujve, secili, motra dhe vëllezër, personalisht. Unë jam në zbatimin e mësimit që unë kam marrë nga Perëndia, eci sipas vullnetit të Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja. Kjo ishte kisha e Perëndisë, kisha e zgjedhur që Zoti ka hapur portën e qiellit, vëllezër, aleluja. Sepse e rojte fjalën time, unë kam hapur portën e qiellit për ty, thotë Zoti. E falenderojmë Zotin. Të shohim, motra dhe vëllezër, aleluja, në veprat e apostujve, kishën
parë, e të përqendrohemi vëllezër, aleluja, se çfarë do Zoti në kishën ku adhurohet emri i Perëndisë. Po lexoj në kapitullin e 2 dhe nga vargu 40 në Veprat e Apostujve, s'ka që mos e hapni. Dhe me shumë fjalë të tjera u përbetoi dhe i nxiste duke thënë: shpëtojeni veten nga ky brez i çoroditur. Pjetri, motra dhe vëllezër, aleluja, me shumë fjalë ju përbetoi dhe i nxiste njerëzit, ju kishën njerëzit për jashta, motra dhe vëllezër, aleluja, shpëtojeni veten nga ky brez i çoroditur. Sa e rëndësishme është, motra dhe vëllezër, aleluja, të kuptojmë këtë varg. Si ta shpëtojmë veten, motra dhe vëllezër, nga ky brez i çoroditur, sepse Zoti na thiri dhe na nxorri nga ky brez i çoroditur. Sa kujdes duhet të kemi, motra dhe vëllezër, aleluja, për të qëndruar aty ku Zoti na vuri? Ju përbetoj, çlirojeni veten dhe shpëtojeni veten nga ky brez i çoroditur. Nga kjo botë që na rrethon, vëllezër, lavdi e emrit shenjtë. Dhe ata që e pranuan fjalën, me gëzim u pagëzuan. Dhe atë ditë u shtuan në rreth 3000 veta. Ata që e pranuan fjalën, thot motra dhe vëllezër, e Pjetrit, që ju thoshte: shpëtojeni veten nga ky brez i çoroditur, sepse Zoti erdhi të bëjë një vepër në jetën tonë. E falenderojmë Zotin. Dhe kjo vepër ishte në kryq të Golgotës, që çdo njeri që beson në të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Ata që e pranuan fjalën, motra dhe vëllezër, aleluja, me gëzim u pagëzuan. Atë ditë u shtuan rreth 3000 veta. 3000 veta u shtuan, motra dhe vëllezër, u bashkuan dhe ishin bashkë kisha e parë e Perëndisë. Ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve. Ata këmbëngulnin, motra dhe vëllezër, aleluja, çfarë thotë fjala e Perëndisë. Dhe falenderojmë Perëndinë, motra, që sot gjithsecili nga ne ka në dorë fjalën e Perëndisë. Ka Biblën, motra dhe vëllezër, aleluja, që në çdo moment mundet të shohë çfarë do Zoti të bëjë. Në atë kohë ishte shumë e vështirë, motra dhe vëllezër, aleluja, që ata të kishin shkrime të shenjta. Dhe mblidheshin dhe dëgjonin me vëmendje shkrimin, motra dhe vëllezër, çfarë thot Zoti në fjalën e Tij. Dhe e vinin në praktikë, këmbëngulnin që atë çka dëgjonin ta vinin në praktikë në jetën e tyre. Dhe kjo i bënte, motra dhe vëllezër, aleluja, që ata, megjithse kalonin vështirë, megjithse nuk e pranonin njerëzit, motra dhe vëllezër, aleluja, ata ecnin dhe këmbëngulnin në fjalën e Perëndisë. Dhe asgjë nuk mund t'i kthente mbrapa. Asnjë gjë, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Ishin në bashkësi me njëri tjetrin, në bashkësi ishin gjithmonë, çdo ditë, thotë fjala e Perëndisë, ata ishin në tempull, të dëgjonin fjalën e Perëndisë, vëllezër. E falenderojmë Zotin. Çdo ditë të shkojmë të dëgjojmë çfarë thot Zoti për ne. Cili është vullneti i Zotit në ne që kemi pranuar Zotin, vëllezër. E falenderojmë. Pse? Sepse na bëri një popull të Tij, një popull të veçantë, motra dhe vëllezër, aleluja. Në thyerjen e bukës, pjesëmarrje të gjithë, motra dhe vëllezër, aleluja, në thyerjen e bukës. Shumë e rëndësishme thyerja e bukës në bashkësi, motra dhe vëllezër, aleluja.
marrja e trupit dhe gjakut të Jezus Krishtit. Bëheni këtë në përkujtimin tim, sa herë të mblidheni, thot motra dhe vlezër, e falenderojmë Perëndin. Dhe çdo ditë të parë të javës, kur ata ishin mbledhur në thyerjen e bukës, thotë fjala e Perëndisë, që do të thotë çdo ditë të parë të javës mblidheshin dhe thyenin bukën, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Zotin. Është pjesëmarrje, motra dhe vlezër, në jetën e përjetshme. Pjesë kush do të më hajë mua dhe do të pijë gjakun tim, ka jetë të përjetshme, thot motra dhe vlezër, aleluja. Sa e rëndësishme është dita kur ne thyejmë bukën dhe marrim nga gjaku i Krishtit, vlezër. Dhe në lutje ata ishin vazhdimisht në marrëdhënie me Perëndin. Në lutje, vlezër, aleluja, është bashkësia ime me Zotin. Se si unë shkoj dhe hap zemrën Zotit, motra dhe vlezër, në lutje. Në lutje shkojmë të hapim zemrën, të flasim me Zotin, motra dhe vlezër, aleluja, të komunikojmë me Zotin. Dhe kur ti hap zemrën dhe flet me Zotin, fryma e Perëndisë është aty pranë teje dhe flet Zoti me ty, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk ka mundësi një zemër që hapet dhe flet me Zotin, Zoti të mos i përgjigje. Kjo është jeta e të krishterit, vlezër, e falenderojmë. Dhe të gjithëve ju kishte hyrë druajtja dhe shumë shenja e mrekulli bëheshin nga dora e apostujve. Të gjithëve ju kishte hyrë druajtja dhe shenja dhe mrekulli bëheshin, motra dhe vlezër, nga të zgjedhurit e Perëndisë. Sepse ishin duke zbatuar fjalën e Perëndisë, ashtu siç desh Perëndia. Mezi prisnin, motra dhe vlezër, aleluja, të dëgjonin fjalën e Perëndisë. Çfarë fryma flet, motra dhe vlezër, aleluja. Çfarë do të na thotë Zoti? Do të shkojmë të takojmë Zotin, lavdia e Krishtit. Ky ishte prokupimi i tyre. Ky duhet të jetë prokupimi i të gjithë besimtarëve që vërtet shpresojnë, motra dhe vlezër, të shohin lavdinë e Perëndisë. Ai që e ka këtë shpresë, thot Gjoni, motra dhe vlezër, le ta pastroj veten nga çdo paudhësi, nga çdo gjë, motra dhe vlezër, aleluja, që të shohim lavdinë e Perëndisë. Zoti po vjen. Jemi gati, motra dhe vlezër, aleluja, të lëmë çdo gjë dhe të shkojmë në qiell. Atje ku jam unë do të jeni dhe ju, thot Zoti. Përgatitemi, motra dhe vlezër, aleluja, që ajo ditë të mos na zërë në befasi. Jemi tërkohën në marrëdhënie me Perëndin, në udhëheqjen e frymës të Perëndisë. Por të gjithë ata që besonin, rinin bashkë. Dhe çdo gjë e kishin të përbashkët. Ata që besonin rinin bashkë, thot motra dhe vlezër, aleluja. Çdo gjë e kishin të përbashkët. Nuk mungonte buka midis tyre, motra dhe vlezër, e falenderojmë Perëndin. Tepricat që kishin i sillnin në këmbët e apostujve dhe shpërndaheshin sipas nevojave të gjithë secilit. Jetonin barabartë të gjithë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe shisnin pronat e pasuritë dhe u andalin të gjithëve sipas nevojës së çdo njeri. Dhe ngulmonin me një mendje të vetme çdo ditë në tempull. Jezus Krishti erdhi të flijohet, motra dhe vlezër, aleluja, që njeriu të shpëtohet nga mëkati, të çlirohet nga prangat që e mbanin të lidhur, që e çonin në vdekje, dhe të jetojë për lavdi të Perëndisë.
E nxori nga ajo gjendje, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe e bëri një bashkësi tjetër, një popull tjetër, të jetoje krejt ndryshe, jo si më parë. Të shpresojë, motra dhe vëllezër, aleluja, gjëra qiellore, premtimet e Perëndisë. Jo gjërat që na ofroni ligu në këtë botë, motra dhe vëllezër, aleluja. Kur të shfaqet ai jeta jonë, kur të shfaqet Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, jeta jonë, atëherë ne do të shohim, motra dhe vëllezër, aleluja, veten tonë. Do të shohim jetën tonë, për çfarë luftova deri tani, çfarë më dha ky mundim, motra dhe vëllezër, aleluja, kjo ecje në bashkësi me vëllezër, me motra në frymën e Perëndisë, çfarë ka përgatitur Perëndia, atë që mendja jonë, mendja e njeriu nuk mund ta imagjinojë, thot Zoti, motra dhe vëllezër, ka përgatitur Zoti për të gjithë ata që e duan Zotin. Është një vepër shumë e madhe, vëllezër, aleluja. Prandaj po të shohim nëpërmjet fjalës të Perëndisë se çfarë rrugë kishin të gjithë të zgjedhurit e Perëndisë. Se si ecnin, motra dhe vëllezër, aleluja, falenderojmë Perëndin. Se si përndiqeshin të gjithë. Dhe nuk ju bënte përshtypje jeta, motra dhe vëllezër, aleluja. Pse? Sepse jeta e tyre ishte në Zotin. Dhe ata që më ngullin një mendje të vetme, çdo ditë në tempull, çdo ditë që më ngullnin, çdo ditë ishin bashkë, në bashkësi, motra dhe vëllezër, aleluja, duke thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqimin me gëzim dhe thjeshtësi zemre, që do të thotë pastaj shpërndaheshin shtëpi më shtëpi, motra dhe vëllezër, aleluja, përsëri bashkë. Përsëri qëndronin bashkë, motra dhe vëllezër, ne falenderojmë Perëndin. Duke lavdëruar Perëndinë dhe duke gëzuar simpatinë e gjithë popullit. Lavdëronin Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe gëzonin simpatinë e njerëzve që i drejtonin. Sepse binin në sy, motra dhe vëllezër, aleluja, drita e Zotit që ishte në ta, fryma e Perëndisë që ishte në ta, binte në sy në të gjithë njerëzit. Kishte një ndryshim të madh në njeriu që kishte pranuar Perëndinë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk është një njeri i zakonshëm, por është një qytetar qiellor tani. Një qytetar qiellor që udhëhiqet nga fryma e Perëndisë. Kjo e bën të bjerë në sy në këtë botë, motra dhe vëllezër. Prandaj Zoti thotë, ju jeni dritë në këtë botë. Lavdi jeni. Dhe Zoti i shtonte kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar. Zoti i shtonte çdo ditë të shpëtuarit, motra dhe vëllezër, aleluja. Kur Zoti shton kishës të shpëtuarit? Kur të gjithë ata që kanë pranuar Zotin, vëllezër, aleluja, ecin sipas vullnetit të Perëndisë, qëndrojnë në një mendje të gjithë së bashku, adhurojnë Zotin si një trup i vetëm, duke i shërbyer njëri tjetrit, duke i dashur njëri tjetrin, motra dhe vëllezër, aleluja, duke lavdëruar Perëndinë së bashku, Zoti i shtonte kishës të shpëtuarit. Ne falenderojmë Zotin. Ky është vullneti i Perëndisë. Kjo është kisha e Perëndisë që kërkon Zoti nga të gjithë ata vërtet që e duan Perëndin. Zoti të